Përshëndetje të gjithëve. Këtë emision do e dedikojmë tek të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë. E njoh atë lëmshin në gurmaz, atë mallin që ndjeni për vendin tonë, sepse bukuritë e vendit tonë janë bekim. Jo, se kisha me tylla. Pra, siç po thoja, sot do të vizitojmë disa nga qytetet më të bukura të Shqipërisë dhe do të shikojmë sa shumë janë zhvilluar fal një pune të palodhshme të shtetit tonë. Le t'i ndjeki. Nga Rinasi i vrenjtur, ja hipëm avionit për në Vlorë, drejt aeroportit më të madh dhe më të ri të Shqipërisë, Viza, ose Vlora International Zvërnec Airport, emri i zgjedhur nga vetë kryeministri. U mahnitëm nga bukuritë e Orikumit. Na bëri shumë përshtypje se sa shumë turist e kishin vizituar qytetin. Jemi në bulevardin qendror të Orikumit. Shikoni çfarë mrekullie. Sa shumë turista e kanë vizituar vendin, edhe po ta mendosh që jemi në shkurtë, le të pyesim disa turista. Where are you from? From Australia. From Australia. Do you like it so far? I love it, love it. So Yeah. would you visit again? Absolutely, in a heartbeat. So what's your opinion about Orikum here? It's beautiful. It's beautiful. We did a walking tour like at the beginning of the trip, and They have done some good work, yeah? Oh. Especially the government and everything, don't you think? I don't know enough I about don't. that. Yeah. Okay, so would you visit again Albania? Albania? Spain, no? E çfarë mos t'i pëlqesh më parë Orikumit? Fal dorës që ka vënë shteti, Orikumi i ka të gjitha. Katedrale, Shadrivane, parqe, arkitektur, trena, byth. Një traditë e vjetër orikumase janë këto tapas, ose siç është ajo shpreha e vjetër vlonjate, le të bëhemi tap me tapas atë qifja. U pim derisa u ngopëm me mikun ton Manolon dhe mund të them që e morëm atë mikpritjen vlonjate. Por më pas një surprizë na priste. Me gjithë këtë zhvillim që ka psuar Shqipëria, është normale të fillojnë edhe linjat e krocierave. Kjo pasmeje është MSC Splendida, ku bën linjën Sazan Orikum Lezhë. Ne do të hipim dhe do shikojmë sa bukur ja kalon në një krocier. Sidomos kur i ke të gjitha të paguara. Si fillim provuam ëmbëlsirat që ofronte restoranti luksoz i Krocierës. Pastaj luajtëm në kazino dhe fituam 5.000 lekë. Duke qenë se kishim ende vend, hëngrëm edhe ca makarona të shishme. U lava në një jacuzzi lakuriq pa e ditur që duheshin roba banjo dhe më vonë hëngra një bërzoll me patate ashtu siç e bën mamaja në shtëpi. U argëtuam me lojrat elektronike dhe pastaj vazhduam udhëtimin ton drejt Gostis. Piketuam gjithë skandinavet në bord dhe në fund e mbyllëm me pure me patate dhe rikota. Pas gjithë ati ushqimi që u konsumua këtu në anije, ishte i pashmangshëm bllokimi i tualetit, kështu që kapiteni bëri një ndalesë për zhbllokim këtu në qytetin e bukur të Golemit. Shikoni sa dorë ka vënë shteti ynë. Shikoni sa bukur e ka bërë Golemin. Është për t'u admiruar. Le të ikim në qytet më mirë për ta parë nga afër. O Golem, ku je? Unë ja ku jam. Golemi na mahniti me bukuritë e tij. Aty ku çdo mur ka një histori. Jemi në lagjen e vjetër të Golemit, ku ka pësuar një rimont totalisht. Shikoni sa bukur është bërë. Më kanë thënë që kjo lagje është populluar totalisht nga pensionistë italian që kanë zgjedhur të jetojnë në Golem. E pse jo, shikoni sa bukur është bërë. Kapi që kështë shpit, Indrit, shiko. Scusi, Ah? ma perché filmate le case? Eh? Perché filmate le case? Perché?
No, è bello bukur. Perché filmate? Bello është Tito edhe bello. Perché filmate le case? Jo, bello Perché? bukur këtu, è Vieni bello. qua, carabinieri, aiuto! Shikoni si është bërë. Shikoni sa shumë dorë është vënë nga shteti. Ja pra, ky është i madhi, i dashuri, humanisti Edvin Rami, që ka bërë këto mrekulli. Faleminderit.